që s'duhet edhe të intervistojmë për televizion, s'kemi patur zë, dhe unë ndjeva vërtet i atakuar, i prekur nga disa deklarata tuaja. Të më që unë kam thënë që prona është e trashëguar... Ju thatë në deklaratën e parë, para një jave keni thënë që kjo tokë është e trashëguar dem babadem. Edhe njërë, jo, nuk është vërtet. Të ta shpjegoj unë tani, se fjalët kanë peshë të madhe, nuk thonë kot gjua, kot s'ka po kot s'ka thyen, kështu që unë jam shumë i kujdesshëm me fjalën dhe unë kam thënë që prona është e kthyer den babadem. Është kthyer shumë vite më parë, nuk është kthyer nga kjo qeveri, ose më saktë se qeveria s'kthen prona, por nuk është kthyer nga në këtë periudhë të kësaj qeverie, është kthyer den babadem, kam thënë. Si dhe pronat e kthyer janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj, a ka kthime të gabuara ose të padrejta, me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës, këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër, këtë e vendos vetëm gjykata. Apo jo. Kështu që ndjesin nëse je ndjer i lënduar, po s'më ke kuptuar si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet ripamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private, pronarësh privat. Mirë, nderuar shikues,